Përshëndetje të dashur miq, ja si të sa jo mi super vakt të shpejt, thjesht dhe shishëm. Sot u ktheva nga puna dhe përgatita këto pastat me salmone, por salmone të gatshme me konserva. 2 kutia gjithsej i hedhim në një kullorse dhe i kullojmë. Këto me gjithmonë janë receta që të shpëtojnë nga një vakt. Në një tigan vaj ulliri 3 thepin hudhër. Këto janë pastat, këto janë pasta shumë të mira. Ujë të bollshëm, krip, e zjejmë dhe i mbasi ka zirë ujë shtojmë pastat. Këtu kisha pak beshamel që më kishte përuar nga të lazanjeve dhe ja hodha pastave. Doli fantastike, por mos ta çuar dëm, por mund t'i hidhni pana. Shtojmë salmonin në tigan bashkë me hudhrat, i skuqim pak piper, shtojmë edhe beshamelën, një garush dhe ujë nga të pastave, pak djath parmixhan dhe e kemi gati. Ndërkohë heqim pastat, i hedhim tek kremi i përgatitur dhe përfundojmë zjerjen në tigan. Pak djath parmixhan, e kur thotë Eli, jeni okay, si me pjatë të parë, mi pjatë të dytë. Pak piper, unë hedh gjithmonë pak piper, siç e pat. Në fund fare sprakasim pak me djath parmixhan edhe ç'a ta hash me sy. Ju uroj një mbasitje të këndshme të gjithëve. Ciao ciao.